Unë personalisht s'kom pas nga afër dikën që ka përdor, po qatë shumë diskutohet sa që i vjen që kudo që je, ka një përdorues aty afër teje, qoftë në autobus, qoftë në rrugë, qoftë në kafe, kudo. Prindrit, është shumë e rëndësishme prindrit me njoftë fëmijën e vet. Me njoftë me kanë po rrin, me kanë po kalon kohë, me kanë po bisedon, sepse na nuk do të me prit patjetër që fëmia jon me u prek ose me pas me marr drogën mandej me reagu, po na me i mbrojt fillimisht. Pra me mbrojt prej drogës. Me shiku me kanë po qëndron, me kanë po kalon kohën, me kanë po bisedon. Nuk është me marrë telefonin, marrë absolut, po shpesh ja u kemi dhënë atë lirin fëmijëve që është fëmijë ka drejtat e veta, jo. Nëse fëmijë si ke dhënë telefon, ti e ki obligim me marrë me shiku telefonin, me kanë po flet, me kanë po shkruan, me kanë po bisedon, sepse zakonisht edhe përmes rrjeteve sociale e ka gjetë një linje me kanë me shkrujt për marrë deri te droga. Mandej, shpesh do të me observu ose me shiku dhe ndryshimet në sjelljet fëmijët. Një fëmijë që është të bo tepër nervoz, një fëmijë që ka ndryshu qasje, një fëmijë që po izolohet, një fëmijë që ka ra prej mësimit, nuk është diçka normale aty. Kështu që prindi mundet shumë lehtë me vrejt fëmijën që ka ndryshu diçka. Prandaj na si prind sigurisht përgjegjësia bjen mbi ne, sepse na jena përgjegjësit kryesor për çito. Nëse një fëmijë ka me bler diçka të parë fillimisht ka marrë prej prindit vet. Mandej nëse ti, mos e baf zoti, fëmija veç ka fillu marrë drogë, ti po ja ndalon, ai ka me gjetë rrugën në diçka tjetër. Qysh e përmendet edhe më herët, qoftë me vjedhje, qoftë me çka do qoftë. Po, nëse ai ka me ble, që ata ka me ble prej pareve tua. E sigurisht që bara është mbi prindin. Na jena përgjegjës dhe jena përgjegjësit kryesor për me pa fëmijën tonë ku është. Me kanë është, çka po bën. Nuk mundet, unë nuk besoj që një fëmijë mundet, ndoshta fillimi është vështirë me vrejt sepse din me manipulu, po është e pamundur që një fëmijë me ka përdorur si drogës për një kohë dhe pa u identifiku prej prindërve tij.